Harry Bayraktari është një biznesmen në Bronx të New Yorkut. Ai ka ardhur këtu në Shtetet e Bashkuara dekada më parë nga Kosova dhe si shumë shqiptarë amerikanë të tjerë ka gjetur suksesin në biznesin e pronave të patunshme. Kolegu Ilir Ikonomi ishte në zyrat e zotit Bayraktari dhe përgatiti materialin në vazhdim. Mirë se erdhe. Në Bronx të New Yorkut, zoti Harry Bayraktari ka biznesin e tij prej 35 vjetësh. Në vitet 70, kur ai u vendos këtu, investimi ishte me leverdi. Zoti Bayraktari dhe familja e tij ishin ndër ata që përfituan nga kushtet e favorshme. Kush ka investuar para 20-30 vite në këtë vend, ja kanë pa harin. Shqiptarë shumë kanë investuar në ndërtesa, kanë restoranta, kanë biznise. Sot një pjesë ka ikur në lagje të tjera, por në Bronx vijnë vazhdimisht shqiptarë të rinj. Duka gjena vlolle. Si kanë shku punë? A je mirë? Në këtë treg të madh të mbyllur në rrugën Arthur, në lagjen e quajtur Italia e vogël, zoti Bayraktari vjen shpesh, që nga koha kur ishte fëmijë. How's everything? Well, you're running for politics now? No, just Kur shikon kamerën në zërit Amerikës, ky pronar dyqani mendon gabimisht se zoti Bayraktari i ka hyrë në një fushate politike. I'm Drecci. Ky treg i frekuentuar mjaft nga shqiptarët është një Ballkan i vogël. It's 1976. Shqiptarët krejt si kanë ardhur në Bronx, se kanë jetuar në Bronx, kanë bo pazar në këtë vend edhe prap bojnë pazar atje. Edhe si jetojnë larg vinë një orë me pazar shtunëve të premte. Biznesi i zotit Bayraktari punëson pothuajse të gjithë familjen. Atje djali. Atemja. Ai vizitoi Kosovën vetëm disa muaj pasi kishte mbaruar lufta në vitin 1999. Në fshatin tim 2000 sa njerëz na kanë prit, 90% fshatit ka qenë i djegu në atë kohë. Tash është krejt i ndërtu. Ishte koha kur Kosova kishte më shumë nevojë se kur për ndihmë dhe investime. Këto janë familjet tona si Zoti Bayraktari nuk nguroi të investojë në vendlindje. Në 2005-2006 kena ble në Pej qenën tregtare. Kena ble 2 fabrika, një ka qenë e drurit, një metalikit në Pej. Edhe kena pa ble verarinë e Rehovecit, thirret tash Stone Castle. Por kena qenë artak me dajnë tim Rustem Gecaj. Mas një kohë, këto kohë të fundit, kena nda biznisin. Rustemi e ka verarinë në Rehovec atje Stone Castle, edhe unë i kam këto bizniset në Pej. Ata investuan rreth $40 milion në këto biznese, të cilat sot punësojnë me qindra njerëz. Ka shumë shqiptarë amerikanë që duan të investojnë në Kosovë, por ende ngurojnë. Unë mendoj se diaspora për jashtit mund të kontribon shumë në troje shqiptare, por duhet krijohet një atmosferë ku rregulli i ligjit, the rule of law, prana private të respektohet, ku duhet mbrohen nga qeveria njerëz që investojnë në këto vende. Zoti Bayraktari thotë se disa kanë frikë të investojnë në Shqipëri e në Kosovë, sepse mund të shkojë më shtrenjtë. Ma lirë është bregi i detit në Florida ose North Carolina, në South Carolina, në Georgia, në këto vende krejt në Atlantik, se në Shqipëri për shembull. Në Shqipëri shkon atje me bo një investim, ma shtrenjtë është toka se ka kanalizimin, se ka rrimen, se ka rrugën, se ka aeroportin, por prap duhet adin prap ka volit të investojsh, por duhet krijohet një atmosferë në këto vende. Yeah, go straight. Në drek, familja shkon të hajë së bashku në tregun e mbuluar që ndodhet jo shumë larg zyrave të tyre. Sot ata janë klientë të një restoranti italian. My name is David Greco. My father's here from 1947. Më quajnë David Greco, babai im erdhi këtu në vitin 1947, ndërsa familja e nënës në vitin 1922. Është nder që këtu vinë familje me edukat pune. Atyre u bie bretku në punë, por në fund gëzojnë frytet që i ndajnë me miq dhe me familjen. Ky vend i quajtur Italia e vogël ende ekziston sot në saj edhe të Harryt dhe familjes së tij. I can't eat this, no way. Për sot pronari ka përgatitur ushqim italian, diçka të shpejtë sepse ata nuk kanë kohë, duhet të kthehen në punë. We gotta get that done. Constantly just keeps berating. The American Për dream. mua ëndra amerikane nuk është paraja, por lumturia, dhe ata e kanë arritur. Sot, pas shumë vite përpjekjesh, biznesi ka ecur. Por nuk ka qenë vetëm biznesi preokupimi i tij.
Gjatë këtyre dekadave, zoti Bajraktari dhe familja e tij kanë ndihmuar komunitetin dhe vendlindjen. Kanë krijuar miqësi në qarqet e politikës për të lobuar në favor të Kosovës. Kjo është një fotografi kur zonja Clinton ka qenë në shtëpinë time në 2006. Atëherë në atë kohë ka qenë senatore, tash kandidate për presidente. Unë e thamë se ka ndodhur një mrekulli për mua dhe familjen time se na gjindëm në Amerikë. Edhe ky vend është vendi i bekuar. Kush don me punua, ky vend është këtu. Për zërin e Amerikës, Iliri Konomi